Punonjës specialist dhe inxhinier të drejtorisë së ujitjes dhe kullimit në qarkun e Fierit kanë kaluar në gjendje gatishmërie pas parashikimeve për rreshje gjatë ditëve në vijim. Sipas Evarist Koliçit, inxhinier, faza e emergjencës në të cilën ka kaluar kjo drejtori synon parandalimin dhe menaxhimin në kohë të situatave me përmbytjet nga lumi Vjosa. Zona të banuara si Hambari, Kashishti dhe Pishporo do të jenë në monitorim të vazhdueshëm për të parandaluar vëshimet e lumit Vjosa. Për situatën e pritshme të rreshjeve me intensitet lart gjatë kësaj jave, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier ka marrë gjitha masat e nevojshme në dorë, duke kaluar në një fazë alert, fazë alarmi, ku jemi gjatë 24 orëve në gjendje emergjence. Kemi marrë gjitha masat e nevojshme nëpërmjet gatishmërisë lartë nëpër hidrovore. Pasi që dihet rreth i Fierit ka 3 hidrovor në vijën bregdetare, 2 në fshatin Darzez dhe 1 në fshatin Sema, të cilën janë gatishmëri të plotë. Gjithashtu nga detyra jonë që na ngarkon për pastrimin e rrjetit kullues, kemi pastruar një volum të përgjithshëm vjetor deri tani prej 400.000 m3 aluvione të zhvendosur nga seksioni kanaleve, dhe me një gjatësi kilometrash prej 30 kilometrash për rrethin Fier. Deri tani situata është në kontroll, jemi në monitorim të vazhdueshëm për çdo situatë mundshme emergjence. Zonat më të rrezikuara cilat janë? Zonat më të rrezikuara, siç dihet tani, janë brigjet e lumenjve. Kjo është domethënë situata në rast të shtimit të nivelit të ujit në lumin Vjosa. Zonat më të ekspozuara janë në fshatin Pishporo, fshatin Qerven, Kafaraj, Kashisht, Qorrush e me radhë. Ndërkohë, sistemi bonifikues në Fier është përmirësuar gjatë vitit të fundit, fal punimeve në rrjet për hapjen dhe zhbllokimin e kanaleve kullues, ka thënë Koliçi, çka ka bërë që qarku ynë prej vitesh të mos jetë më në hartën e zonave të përmbytura. Puna e matshme në periudhën e dimrit matet me një reagim, le të themi, vjetor. Pra, bëhen punime në gjithë vitin për pastrimin e kanaleve. Nuk mund të mendojmë tani që të ndërhyjmë në një objekt që kërkon një pastrim voluminoz. Pra, këto sistem kullimi i nështrohet punës një vjeçare të bërë nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit. Për në emergjencë të mundshme, kemi nga dishmëri fuqinë e mjeteve motorike, ekskavator, kolon gjatë, për çdo rast të emergjencë të mundshme. Në qarkun e Fierit kalojnë 3 lumenj, 2 prej të cilëve Vjosa dhe Semani me prurje të konsiderueshme gjatë dimrit, ndërkohë shkumbini në rrethin e Lushnjës me gjithë sasinë e lartë të prurjeve paraqet rrezikshmëri më të ulët për mbytjesh.